çfarë po ndodh në Rogozhin sot 7 vite pas tërmetit? Zotri, si të quajnë? Ulu në aty? Ulu? Ja. Mu më quajnë Skënder Gjumsi. Sa vjeç je Skënder? Unë jam 67 vjeç. Çfarë po ndodh këtu Skënder? Unë e kam motor këte. Këtë zonjën që... Këtë zonjën, po. Po? Këte e kam motor. Më fal. Edhe jam interesu disa herë, në përmjet bashkis, policis, emergjencave civile, mirë pa do dalim me i konkluzion që ne nuk kemi fonde. Kështu thot shteti. Shteti. Shteti thot nuk kemi fonde. Po? Faktikisht kjo nuk i ka përfitu as nga bashkia këto të punën e tërmetit, pa ka përfitu nga instituti, si quhet... Instituti ndërtimit. Ndërtimit Tiranë. Pra, kanë ardhur ata, kanë parë Kanë shtëpinë ardhur kanë verifiku. Po pse këta këtu nuk e vendosën? Këta këtu nuk e vendosën, këta duan miq. Shumë miq me pa që shtëpia Miq, është... nuk ka dërmon për atë, nuk të dirë për edhe fukaraj. Edhe për këtë nipin. Të ty, ja. Edhe ajo shtëpia e marrume? Po, atë është marrume, ty është marrën është marrume. Ky ka vonë tren. Këto s'ka njëri, as kushtja qaj hallin. Në herë punë bashkime, të marrin një, në herë të firmosin një, në herë ashtu. Në ndihmë ekonomike? As si gjo. Janë të marrumët. Si ky nipi, si kjo motra. Tani, unë kërkoj nga qeveria, nga shteti, dhe i boj thirrje prokurorisë rrethit Durrësit, qofse ka sy të vit shofi. Qofse s'ka sy, pastaj do vi puna që njerëzit do kalojnë në ekstrem. O do vrasin veten, o do vrasin diku, se ndryshe kjo punë nuk... Pra do shkoj puna tek vramja? Ke vramja, ose të shkosh, ose të vrasin veten. Disa herë kam gjetë marrëna aty, ka ardhur policia e vërteta, ato na kanë ndihmu, më kanë marrë mu me veten e kanë ardhur këtu, thanë mu ne nuk dim çfarë të bëjmë më. Kanë arrit deri që i kanë quajtur emrin nga emergjenca civile që t'i bina i kontiner në i gjo, si këti edhe kësaj, bashkia thot nuk kemi fonde. Sepse këtu shoku im, miku im, zoti gazetar, këtu e ka marrë mafja ndorë gjithë. Pse e thua? Tërmetin e ka marrë mafja ndorë gjithë, se gjithë punojësit e bashkisë, ne nuk i di me emra, pa kanë pas shtëpi i kaçe, i kanë bo 2 kaçe. Po, vërtet. I boj thirrje prokurorisë, ta hetoj mirë këtë punë se këtë llafe, se e dim gjenje, jo vetëm unë, e di gjithë populli i Rogozhinës. Po kanë frikë flasin. Kanë shumë frikë flasin. Edhe më vjen keq që bashkia e Rogozhinës është kthyer në atë kataure. Është kthyer në atë kataure sepse njerëzit kanë frikë të flasin. Kataur çfarë do të thotë se ajo është e mirë lyer nga jashtë, duket bukur. A di pse është kthyer në kataure? Punojnë 10 veta me zyrë. Po, është shumë e vërtetë, ha? 3 kompjutra, 10 punëtor. Të mërshme. S'po din as kush punon, as kush punon. As me çfarë detyrë ka ky, as me çfarë detyrë ka ai. Kuptoj. Tani, bashkisa, i ke thënë ndonjëherë të vinë ta shohin ku jeton kjo nën? E kam thënë bile si e për të rrejt, unë i kam pru këtu, kanë ardhur ato të emergjencën civile. Po, ka ardhe policia më the. Ka ardhe policia, pse themi kot, unë s'kam frikë, unë kam vetë frikë vetë Zotin, se policia e vërtetë e Zotit nuk ka që të bojë, ka ardhur vetëm për ta verifiku. Kam shku me ndërgjegje, ke kryetari i Degës Kavajës, ka thonë mu e ka filmua i Astritit dhe shkoj unë thot t'ja shumë bukur, se më kujtove një gjë se do ta harroj. Pse nuk e nxorën nënën me qera? Ti kishin gjetë një ambient të sigurt me qera, se doja pagunte shteti qeran. Ato thoshin kështu, ky objekt nuk vojmë do të dorë neve, se deshi gjoja t'i boshin i qati ato. Si këti edhe këti. Po. Këta thënë nuk vojmë dorë, ty do të dhe sa të vojmë koma, ka e të shemë gjithë. E kuptoj. Ore të ta çoni me i shtëpi me qera? Ate se di unë, ata e din vetët punë. I thashë bini dhe ose bini në i kontiner. As kontiner, as shtëpi me qera, as bonus, as asgjë. Morave. Ajo meri pension i 104.000 lek. E shkret. 104.000 lek. I paguën dritat shtetit, i pagu kontratën e ujtit, kontratën e dritave, gjitha. Po ku ka ajo për të pagu kontratën e qajnë ba frimë? Ate se të shkoj të gjej. Pa ajo i ka pagu, kja shikosh librezën, i ka gjithë pagu. A kuptoj.
Mund zbrita poshtë si drejtor finance më thanë që ka ardhur zoti Skënder për rrezisin financiar. Për motrën time. Për motrën. Edhe për rastin konkret për motrën, unë kam një shpjegim. I është shkuar 2 herë zonjës e shtëpia, i është ofruar mundësia nga ana bashkisë Rrogozhin që zonjat kalojnë shtëpi me qira dhe bashkia Rrogozhinës të mbulojë qiran deri në moment që vjen fondi apo merret një masë apo merret një. Se keni plotësuar këtë për pjesën tjetër, dikush 2 muaj, dikush 11 muaj. Atëherë kjo gjë nuk është e vërtetë. Ja ku i ke? Unë 2 muaj bonus qiraj, më ja ku i ke zërat e pishi. edhe herë tjetër. Ti të bësh pyetje, unë do të kthej përgjigjen. Unë po bëj pyetjet e tyre që mi kanë bërë në emision. Atëherë, unë jam Erzak Vogl dhe jam drejtor finance. Edhe unë flas vetëm për anën financiare të Bashkisë Rrogozhin. Po pra, po ju Unë nuk mund të flas sot, po nga muaji mars i vitit 2022 bonusi qiras është ndërprerje për të gjithë bashkitë përfituese të bonusit qiras. Po pse për këtë zonjë do ta Po mirë, kur i fare. Atëherë kjo zonja, kësaj zonje që ka shku komisionit të shtëpia dhe është vlerësuar që është banesë e amortizuar. Jo amortizuar, është shembe fare. Kjo është Është shembe fare. Ai zotëria s'ka shtëpi fare. po nuk jam unë. E ke hedhur tokë shtëpinë. Qa do i thoje kryeministri po ta kishe 8-8, ball për ball me Unë ta kamerë? kisha kryeministin 8-8, Po. jam nga ata burra, t'ja them që jam filonin, kam qenë antar i parë, i parë, i socialiste, po kur nuk i jep vot socialistëve mo, edhe ati kryeministri mo, se gjithë fondet e tërmetit, e gjithë maskarallijët, ja kanë da mafjes në Shqipëri. Në Rrogozhin, po ja them që kanë bo nga 2 kat, nga 3 kat me lekë të tërmetit. E frikshme. Kanë vila, me Faleminderit. vila, kanë bo shtëpi. Kanë bo nga 2 nga 3. Kur them kështu, e flas me përgjegjësi më të madhe. Këtë vend t'i verifikojnë, no? Po të vim, se i qojnë pasaj që mos talë në tire, i qojnë prokurorinët tjetë ti theme ja ku e ke shpinë. Kjo është bo me lekë të tërmetit. Punojës bashkis. Qesim pëlleta? Ja, a regjeno dhe për jashtë aty me se kanë e frikë. Atë dhe zë për fund Po shtëpia. ku më thomë nga jenë mua të merë ti, ta marë unë i thash unë zoti, ta marë po shpijet jetë kalamajve, nuk jetë vetëm fëmijët. Vërtet. Se fëmija thot që, ti mirë do të maje motrë në javë, thot 10 ditë, 15 ditë, 20 ditë, thot. Po thot, mere që ke shpija vetë. A në gërnipi, te kanë zirë për jashtë, te kanë sfidu fare. Se kë nuk vetë të kanë kohë dhe herë, rri me te djenin e vetë, as për me njëri, as ma njëri me goje, as gërë njëri me shumë, rri në fund vetë sa vetë, ata shikoje fukarit. Vete tërnitët e kohës, Enver Hoxhës, a janë tërnitët Vlorës, i kemi blenë Vlorë. Me qartë. Unë vje keq, ju keni bo mirë që këne ardhme, ju falenderojmë si emision, para moj boj thirrje kryeministrit të vaj dorën mbi këtë popull, se ndryshe ka hyrë ngojt ujkut.